Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Viprom. Ndërkohë që nëpër botë bëhen sulme terroriste dhe lustra të mëdha mes popujsh, në Shqipëri është një tjetër lajm që ka marrë dhënë dhe po bën buj gjithandej. Ledion Liço do të bëhet baba. Pasi postoi një foto në Instagram, njerëzit filluan të flisnin e çfarë nuk kam dëgjuar këtë ditë, lloj-lloj gjërash. Jo, vërtet, ai shumë gjëra kam dëgjuar sa mendoj seriozisht se populli shqiptar kanë talent për të bërë regjizor, do ishte çudi. Ndoshta mund të jetë edhe ndikimi pak i telenovelave turke, çast bën vaki, gjithsesi, në foton e postuar kishte aq shumë dashuri në fakt sa çdo opinion shumëzohet me zero. Më duk shumë interesant fakti se ndërkomentuesit dhe shumë të fotos ishin dhe miq dhe shumë kolegë të Sarës dhe Ledionit, të cilët me sa duket nuk dinin asgjë. Sigurisht ata komentuan pozitivisht foton, pra edhe pse pas krave kush e di se çfarë kanë thënë, ose ndoshta kështu më duk mua. Gjithsesi, këto janë gjëra të pritshme, rikujtojmë se Ledioni është djali tipik që është i prirur të jetë në spotlight dhe njerëzit vdesin të merren me të. Kështu ka qenë gjithmonë në fakt, edhe mbiles më habit se si Adela akoma të krijoj kaq shumë zhurmë. Gjithsesi unë e pash foton, është foto vërtet shumë e bukur dhe pasi u gëzova për lajmin, e vetmja gjë që mendova pak skepticisht, u bëra pak skeptik, ishte thjesht fakti mos është pak e vogël Sara, është pak herët në fakt. Rikujtojmë që Sara është vetëm 19-20 vjeç. Gjithsesi ai bebushi që po rritet është shumë me fat, në fakt do të ketë një familje shumë të bukur e do rritet me shumë dashuri, kjo është e sigurt. Ndërkohë jam i sigurt që për një javë njerëzit do shpikin histori të tjera telenovelash, kurse unë jam në pritje të ndaj fotoje tjetër, po kaq interesante sa kjo. Presim edhe në martesë tani, s'do ishte keq. Kjo është gjithçka për sot. Unë jam Kelvi dhe ky është Viprom.